Mirëmbrëma dhe mirësevenin kallëzo për një me. Prej kur e kemi nis punën vitin 2005, ne në vazhdimsi kemi raportu për problemet e sigurisë edhe të sundimit ligjit. Kemi hulumtu për korupcionin polici e korupcionin gjykata që në vazhdimsi kanë amnestu kriminal që kanë pare me pagu. Kemi raportu edhe kemi ripërsërit që veni po shkon drejt një ambienti të pasigurt ku bandat kriminale i qërojnë hesapet rrugë e fëmijët tanë sulmohen për shkak të konflikteve që nisin nga rrjetet sociale. Policë kanë met pa kere, kanë met pa pajisje, pa trajnime, pa përkrahje, hetimet po janë të dopta, të pa dokumentuara, ka mungesë vizioni për dekriminalizimin e shoqënisë, edhe ka tolerim të gangsterave që shetitën pa asnjë pengesë nëpër rrugë. Këto janë vetëm disa nga tituj që i kemi raportuar në vazhdimsi. Po e mbyllim tash muajin mars, që ky mars që po mbyllet, me një tragjedi shumë dhëmshme. Disa tragjedi. Një 19 vjeçar i vrarë në Vushtri. Një nanë 42 vjeçare e vrarë në Vushtri. Një gjysh 63 vjeçar i vrarë në Prishtinë. 2 vrasje të tjera lidhen me incidentet kriminale. Në Prishtinë një person o vra gjatë tentim grabitje së furgonit me para. Në Vushtri dorasi e vran veten pasi e vran e shpuntorën. Me qëto të dhana, me këshyrë hol e hol, marsi po mbyllet si në statistika të një najveni që është në gjendje lufte. Ndërsa, aktiviteti institucioneve u përmbyll lidhur me këtë ngjarje me një deklarat kryeministrit në të cilën ai dënoi aktet edhe tha se vendit i duhet një analizë e thellë institucionale për me adresu dhunën e parë këto ditë. Çfarë analize na duhet për me adresu këto probleme, që tash po i dim që ekzistojnë, ta diskutojmë me panelin që kom ftu sonte. Ata janë Ferit Idrizi, kryetar i komunës së Vushtrisë, Luljeta Bilali, prokurore e krimeve të rënda në Prishtinë, pranë prokurorisë themelore të Prishtinës, Visar Recaj, ish pjesëtar i policisë Kosovës, tash është avokat, Halis Shaljani, ish hetues i policisë Kosovës, tash avokat, edhe Kreshnik Gashi nga Kallëzo.com. Për me folë për këtë temë, duhet me sqaru me ju që na e kemi thirrë edhe policinë e Kosovës, por ata për çështje operative nuk kanë mri me qenë në studio. Po 10.000 policë nuk mundet me ardhë, megjithëse i kanë ka 10.000 policë, nuk po mundin me ardhë me debatu mas tonë këtyne vrasjeve. Nuk di çka me i thonë, e mira është që sot prokurorinë e kemi këtu, edhe ndoshta mas miri me fillu me ju, zënja Bilali, kur ta këqysh në 2 vitet e fundit. Unë e di dhe kom e tentu, mos me ju pyet kur gjo që i cenojnë hetimet. Po, në përgjësi, me i këqyr 2 vitet e fundit, i kemi 5 vram në kafiteri edhe në qendra tregtare vetëm Prishtinë. Do me thonë është një trend, 5 vram në kafiteria edhe në qendra tregtare vetëm Prishtinë. Këto japin një farë indikacioni për neve që e këqyrim nga jashtë, duken si vrasje stilit të mafisë italiane, ku dikush e vran dikon. 5 vrasje në 2 vitet e fundit. A keni pa ju trend të tillë? Me thonë të vërtetën, me keqardhje për vrasjet cilat kanë ndodhur viteve të fundit, është fakt i vërtetë që këtu kanë ndodhur, por unë si personalisht mendoj se si shtet ka siguri, punohet nga gjitha institucionet, vazhdimisht, mirë po mendoj se në tërësi shteti duhet të ketë fushata të ndryshme, të cilat do të vjedhisonin, qysh në femiri me ligjerata të ndryshme në shkolla, fushata të ndryshme vjedhisuse në për qytet, mendoj që do të ishin një ndihmë e madhe edhe për institucionet e sigurisë. A mendon ti Kreshnik që janë stilit mafisë? Absolutisht janë vrasje të cilat duhet me shqetësu shumë komunitetin dhe janë vrasje të stileve mafioze, për shkak se unë mendoj që po synojnë me çu mesazh. Pra, kur një vrasje ndodh në një hapësirë pak më të mbyllur, ose kur një vrasje ndodh në një vend më të msheft, atëherë ajo ka vetëm mesazh për kryerësin, ndërsa në këto raste të tjera, kur vrasja ndodh në një hapësirë publike,
ku personat janë, duke qoftë pi kafe, qoftë të pas aktivitete tjera, kjo po synon me çu mesazh edhe po tregon që kemi një qerim të hesapeve midis njerëzve që janë përfshirë në aktivitete të dyshimta edhe në të kaluamën edhe në pjesën tjetër. Pra kemi grupe kriminale, të cilat janë tu përballë në rrugët e Prishtinës, të cilat zonën ku janë tu përlesh e kanë zgjedh, qoftë në kafeteri, qoftë në vendet ku rrinë, qoftë në hapësirat ku ka dhe qytetarë të pafajshëm. Fatkeqësia këtu është që dami kolateral është shumë i madh dhe njerëzit të cilët janë viktima në pjesën më të madhe nuk janë të lidhur me grupet kriminale, po janë njerëz të cilët kanë qelluar aty ose njerëz që kanë qenë duke bërë qef në ato zona dhe kanë pas pasoja për shkak të plumave rikoshe, për shkak të shtytjes, për shkak të ndrydhjes etj. Dhe këtu mendoj që kemi një problem bukur serioz në dhënien e diagnozës së kësaj problematike, e kjo lidhet tash edhe me një fakt tjetër që unë mendoj që institucionet tona janë duke e injoruar trendin e rritjes së krimit të organizuar edhe në Ballkan, edhe në Kosovë, janë të injoru trendin e lidhjes së grupeve kriminale të Kosovës me rrjetet e krimit të organizuar edhe në zonën e Ballkanit. E tash, çka është shumë e rëndësishme këtu më kuptuar që në zonën e Ballkanit kemi një tentativë për me unis me u luftu grupet kriminale, grupet që merren me heroinën, me kokainën, me kontrabandat e tjerë, dhe në momentin kur shtetet nisin me prek në grupet kriminale nisin me u bë të dhënshme. Për shkak se nisin me supozu që një person ose tjetër ka nis me nxjerr jashtë prova ose mu bë dëshmitar i prokurisë etj, rriten konfliktet, do mendoj që jemi duke injoru këtë fakt dhe kjo neve tash na ka prunë në situatë ku siguria publike mundet mu rreziku dhe ku ajo që mua shumë të më shqetësoj ke deklarata e kryeministit i cili ende ishte tu analizu këto situata të cilat ish dashur me u ditë paraprakisht dhe unë mendoj që shteti jonë ish dashur me ditë shumë më herët që grupet kriminale të Kosovës kanë probleme në Spanjë, ku atje vlerësohet që është njëra prej bazave të rëndësishme të grupeve të kriminale të Kosovës. Nëse kemi informacione që atje ka pas një konflikt, na duhet me ditë që ai ka reflektu edhe në Kosovë. Këtu mendoj që inteligjenca është duke dështu, mendoj që mekanizmat parandalues kanë të bëjnë me grupe kriminale. Apo Kryshnik, vrasjet e fundit, për shembull nënën 42 vjeçare nuk e kit lidhur me grupin. Këto janë vrasje të konflikteve tjera, të cilat tash ne duhet me i trajtu prap në kandin e raportit të shtetit midis këtyre incidenteve. Pra, nëse po flasim për incidentet të vrasjes së tinejgjerëve ose të personave që janë 18-19 vjeç, na duhet me analizu a kemi pas këtu interferencë të rrjeteve sociale, të ndikimit të ambientit, mos trajtim duhur të rasteve të incidenteve paraprake, të cilat pastaj na kanë derivu në këto incidente. Edhe ngjarjet e tjera, për shembull të vrasjet midis të dhunës, të vrasjet mbi baza gjinore, që kemi rastin tjetër, prapë edhe në këto duhet me analizu qartë cili ka qenë para motive dhe cilët kanë qenë shkaktarë që kanë shtyden këto vrasje. Çka është fatkeqësia këtu? Është që në shumicën e rasteve, neve na del që shteti ka pas punë me këta njerëz që janë përfshirë në vrasje. Ose kanë qenë të arrestuar për ndaj vjedhje, ose kanë qenë të arrestuar për ndaj grabitje, ose kanë qenë të arrestuar për ndaj sulm tjetër, shteti i ka pas në dorë. Problemin tash këtu e kemi pse mekanizmat e shtetit nuk kanë mri me trajtu personin në fazën kur ka qenë dorë të shtetit, po e kanë lënë me egzageru. Pra nëse dikush ka qenë ma herët personi i cili është përfshirë me një rrahje dhe tash po na derivon me një vrasje, na këtu kemi një dështim sistematik të mekanizmave të shtetit për me rehabilitu dhe me reintegru këtë person. Zoti Idrizi, e ndëgjum perspektivën prej Prishtinës të zonjës Biljalli edhe Krishnikut, çka po ndodh në vushtrisë sipas jush? Po, ngjarjet e fundit janë ngjarje që na kanë trondit të gjithëve, neve dhe mu si kryetar komune, kështu që shfrytëzoj rastin të shpreh ngushëllime familjeve që i kanë humbur më të dashurit e tyre. Ato nga perspektiva e vrasjeve e natyres e tyre, do me thoni kemi ekspertet këtu, se kemi edhe avokatet edhe prokurorën, por nga perspektiva ime, unë mendoj që na do t'i kthehemi shumë edukimit edhe arsimimit. Do me thonë se baza është ashtu, nashta duket pak jo, po gjeneza është të edukimi. Do me thonë prindrit do të merren shumë ma shumë me fëmijët e tyre, se nuk ka logjik një prind mos me ditë ku e ka fëmijën në atë kohë,
nuk ka logjik një prind mos me ditë çka bart fëmia i tij. Do me thonë, po thamë fëmija edhe pse ka qenë moshë 19 vjeçare, po megjithatë është mosha, do me thonë, më Po për çfarë kohe po flet ne, zotni Idrizi? Në ora sa? Se po thunë në atë kohë. Po ka qenë ora, do me thonë, mrami ka qenë ora dikon, nuk e din, ashta ka qenë ora 9 e mrami sa ato. Valla 19 vjeçarët janë jashtë, shumë 19 vjeçarë janë jashtë, pa fiqa. Krejt në rregull është prindi, por armën pse me marrë me veti? Mundet me shkuaj me pi kafe dhe na kemi fëmijë dhe fëmija to ndalin, mirë po na kemi edhe në orë shumë të vonat të mramjes, do me thonë 3 që sillen në ora 12, në ora 1. Qatë kafiq, pse pelenaj kafiqi me hi, qatë 19 vjeçarë për shembull? Me? Po që 19 vjeçarin, a duhet edhe mu kontrolu edhe në kafiq kush? Ja, ato janë restoranet hapura që nuk mundet me kontrolu kërkush, se ata janë qytetarë që shkojnë më ullë me pi një kafe me nej ato, dhe ato, do me thonë, ato nuk mundet as pronari restoranit, as kush tjetër, po... Nuk ka qenë armë paleje në Vushtri, apo? Armë paleje. Për armës paleje. Por, unë kam fjallin gjithë një për këta 3, do me thonë që bartin, edhe kjo bo dukuri bartja e armëve. Bo dukuri bartja e armëve paleje të këto moshat e reja. Dhe kjo është një shqetësim shumë i madh. Prej qasaj dite, çka keni me bo me policinë si kryetari komunës? Çka janë bisedat që keni zhvillu, masat që janë marrë në Vushtri mas ngjarjes? Vetëm të ndajmë përgjegjësitë, sepse policia e Kosovës është, domethënë, në përgjegjësinë e drejtorisë të përgjithshme të policisë të Kosovës, edhe na kemi bashkëpunim, po ju konsultoni, konsultohemi me komtir mbledhjen urgjente, domethënë. A ju ka njoftu për sigurinë e bashkësi? Ata na kanë njoftu, do me thonë, ato ashtë sa kanë njoftu për mes komunikata mjetëve të informimit. Kur gjo ma shumë kryetarit komunës e kanë njoftua? Jo për detajet, jo për rrethonat, ndoshta edhe për shkak të hetimeve që mos të preket ajo fush, por neve na kanë njoftu, do me thonë, çish ka ndodhur rasti, ku ka ndodhur, në cilin vend. A kanë lyp ndaj mas shtesë prej komunës? Na kemi kërku masa shtesë prej policisë. Po. E ata prej jush? Na kemi kërku, ata nuk kanë kërku prej neve, na kemi kërku prej policisë, madje kemi publiku dhe rekomandimet nga takimi që kemi pas, na kemi kërku nga policia, do me thonë që të ketë patrolla më të shpeshta, kemi kërku nga policia që të jenë edhe pa uniform, do me thonë për lokale, policia, për me pas më të lehtë, do me thonë me zbuluë, kemi kërku nga policia që të bëhet një kontroll në për shkollat e mesme të larta, që na kemi bëdhen të kalume në dorën zemër, nuk është tash... Që keni bo kontrollën jo? Si komunë? Drejtoria e arsimit kërkon nga policia, edhe shkojmë në për shkolla, në për klasë kontrollohen për armë. Policë? Po. Me hinë shkollë, me kontrollu nxënësat për arma? Absolutisht. Nuk është diçka, nuk është shkelje, në qoftë se... Pas efekt ajo, sa ka ndodhur ajo pas efekt? Ka pas efekt, po. Sepse... Me naj bazë, a veç hinë në shkollë pa... Jo, kur ka bazë për dyshim, sepse i përcillin mësim nxënësit, i përcillin, do me thonë që ka nxënës që ka bartë armë, ka bartë, edhe do me thonë është në kuadër, do me thonë të kontrollave të rregullta. E sa kontrolla prej që jeni kryetar 3 vjet e fundi, sa kontrolla janë bo të tilla që të kujtohen në Vushtri? Kjo është kontrolla e tretë, mendoj unë, që është bo. Kontrolla e tretë. Kjo bo mas të rastit. Nëse muj një ndërhyrje të shkurtër. Problemin këtu nuk e kemi te masa. Nëse na shkojmë me bastis krejt shkollën, na nuk i kemi problem një nxënës. Problemin e kena te mungesa e informacionit inteligjent, i cili targeton se cili është personi problematik dhe pastaj shteti më marrë me to dhe me trajtu. Nuk muj me zgjidh problemin. Kreshnik, me të kallëzu dikush që shoku jon ka armë. Vështirë shumë. Ka shumë mundësi nëse ki sistem dhe mekanizëm i cili e siguron raportimin dhe siguron mbartjen e informacionit. Pra nëse ki psikolog të mirë të shkollës, ti e merr vesh cilin nxënës edhe i ka sytë e ajtësët. E merr vesh cilin nxënës potencialisht ka dhunë familje. E merr vesh nëse cilin nxënës nuk ka flajt mirë mbrëmë dhe ka një problem, dhe për këtë arsye sistemi mbrana shkollës duhet me qenë raportues, jo reaktiv. Dhe në këtë formë, unë menoj që prezenca e policisë në shkollë, në mënyrë dhe mbastisje kolektive është e gabume dhe veç shkakton stres dhe panik të fëmijët. Pse tash po du me ardhë me një konstatim tillë? Problemin na nuk e kemi që na nuk e dim problemin. Problemin e kemi që na nuk i gjejmë shkaktarët dhe motivet. Pra na po nxojmë brenda ditës 10 armë në qytet. Njerëz të cilët shëtiten me armë në qendër të Prishtinës. Ilegale. Ilegale, gjithmonë po flas për ilegale. Problemin tash e kemi këtu.
Kur armbajtja pa leje trajtohet vetëm si armbajtje pa leje, pa identifiku motivin pse ai person është tu e bajt armën, kjo shndrohet në problem. Shumicën e rasteve të armbajtjes pa leje, njerëzit dënohen veç për armbajtje pa leje, jo për me identifiku motivin pse ai person e ka marrë armën për me dalë në qytet. Tash këtu është problemi i hetimeve. Pra na nuk e dim nëse ai person e ka parë me qëllim, nëse ai person e ka marrë për mu shit kapadaji ose mu krenu me to, apo për cilat kanë qenë arsye. Dhe kjo është dështimi i hetimit tash. Kjo në secilën situatë është problematike. Po du me ndigju, ish policë, sot avokat, halet, apo menon, po du me të kthyte tema, apo menon që këto 5 vrasit që ka ndodhur në Prishtinë në tipin e hapun, hapësirat hapun, atë që i tham kafe, edhe në qendër tregtare, a është problem mafioz, i stilit mafioz që vinë prej veneve tjera? Jo, lidhur me këto 5 vrasjet, unë nuk konsideroj që ka elemente për me dyshu që është veprim mafioz. Mirë po, tek ne konsideroj se të disa institucione mungon vizioni për analizimin e faktorëve që është kanë dikën. Tek rastet e veçanta që ndodhin si këto raste për të cilat edhe unë shpreh shqetësimin sepse janë raste të cilat na kanë shqetësuar gjithëve dhe më vjen keq po ashtu shfrytëzoj rastin edhe të shpreh ngushëllimet e mia. Mirë po këto janë raste të stilit që nuk mund të parandalohen nga veprimet e policisë apo veprimet në hetim të aty për aty. Cilat raste po flet që nuk mund të parandalohen? Për këto rastet që ke kafeteri? Rasti jo në Vushtrec që ke në rajonin e Vushtrec, po edhe për tek rasti në kafeterinë që ka ndodhur. Unë e konsideroj që lidhur me pjesën që debatun ma herët të parafalësit, kjo çështja të faktorët që kanë ndikuar, mendoj që nuk është kamirët askush lidhur me ta, për shkak se një 19 vjeçar, ai për të bërë 19 vjeçar fillimisht është fëmijë. Edhe institucionet edukative arsimore, ku janë duke u marrë që t'i tregojnë dikuj edhe të ligjerojnë lidhur me atë që sa duhet të komunikojnë, si për rastet e dhunës në familje, si për rastet e vrasjeve këto që sa duhet të jetë njëri tolerant në këtë jetë. Nuk mund ta lejojmë na që vetë kur të i bën vitet që mund të dënohet edhe me fillu me dënimin. Ndërsa për rastet që Kreshniku e paraqiti më herët që kanë qenë të burgosur apo kanë qenë diçka, do të mirët edhe me institucionin e rehabilitimit. Është kryesore që njerëzit të cilët gjykata me sankcionin penal i dërgon në burg që ata të rehabilitohen o të kthehen me një rehabilitim. E qëta që vëllët Kreshniku që po mojnë armë ilegale gjithka? Lidhur me armët ilegale, po është sanksioni cilës sankcionohen sipas kodit penal. Çfarë dënime shqiptojnë gjykatat për armbajtje pa leje? Nuk muj me thonë saj përket dënimeve të gjykatat, po dënimet janë kryesisht me gjobë. Arsyeja pse dënimet janë me gjobë, këto duhet me pas shumë qartë, është se prokuroria nuk mrin me gjetë motivin. Atenton? Problem psikologjik. Jo, nuk është sepse nëse një qytetarit Republikës Kosovës që e ka rrugën 500 euro, ti me një dënim pja merë 4 paga, 4 muaj, dhe më një të 4 e vitit, ai nuk ka pare. Edhe prap nuk po ja që ka armën pa leje, visar shumë elementin. Visar, nëse që që ka armën pa leje, nuk e ka rrugën 500 euro, që armën për me ble, ka hargju. Jo, sa ka hargju me ble qatar? Po, ka hargju 300, 500, Çka ndodh në realisht? E sa është dënimi mesatar i armajtjes pa leje? Aktualisht është mesatarisht është 1000 euro dënimi, që domthon një dënim për 1000 euro. E sa i parapar me burg? I parapar është dënim 5 vite. E pse kërkush s'peshtin kërkon në burg? Po, ligji ka përcaktuar ashtu, ndoshta do të Jo, ligji ka përcaktuar 5 vite. Unë çfarë do të tregoj këtu është që akta akuza, kur shkon vetëm për armbajtje pa leje pik. Pa tregu për çka ajo është e marrë armën pa leje, pa kallëzuar rrethonat pse që ajo paraqet rrezikshmëri shoqërore, pa intervistu dëshmitarë të cilët potencialisht kanë dhona që nga fillimi prokurori pe leton. Do të thonë, rasti shkon i letum gjykatë.
Dhe çka është këtu më rëndësi, na kur të nxojmë njëri me policia, kur të nxjerr një person me armë, e merr ja merr armën në ditën e mirë. Nuk e merr, interviston. Nuk ja merr armën e kanë prej babës, e kanë për qef ose kanë për këtë. Nuk ja ekzaminu telefonin. Edhe ja pranon prokurori. Për çet. Çajm të folun. Ai thotë e kanë për Në qef. Burg? Po për çet. Edhe ai na për çet për shtinë në Burg. Po prokurori. Hajde PVC prokurori. Po do të shpjegoj në tema teknik. Nëse ti e ke nxoni person me armë, në qendër të Prishtinës, se nuk ja ke marrë mja çu telefonin në ekzaminim, me pa e ka kërcënu dikon, a ka pas diçka, ashtu njek ndaj grup të rrezikshëm, a është i përfshim me ndaj grup të rrezikshëm. Nëse ti nuk shkon me intervistu gruan, mas pari gruan, e cila mundet potencialisht me kon viktim e një njeri të dhënshëm, nëse ti nuk ja interviston ambientin për mi kuptu faktorët, pse ky njeri është e bajt armën, nuk kemi hetim të mirë. Për që ta këtë akuza shkon atje, veç e nxonë njeri me Altin Shok, pik. Pa kallëzu qëllimin pse e ka. Çdo është esenca. E gjykatësi tash, kur të ka rastin, veç është nxonë me Altin Shok edhe pik, nuk mundet me dënu shumë, sepse nuk i ka motive, nuk i ka qëllimin. Se ti mundesh me marr armën për rekreacion, që po thotë avokati me thonë ma kalon baba dhe me majt aty ilegalisht, po dhe mundesh me marr armën, me majt armën për me kryer sulm terrorist, apo tash çdo dy rrethana dallojnë shumë. Na nuk e nxjerrën motivin e qartë pse njerëzit janë të bajt armë. Apo non veç mund të lidhë çështja. Jo zban, sepse e kena prokurori. Mas pari kritik të madhe është të ju dhënë edhe Kreshniku edhe tjerë. Pse në rastin e armbajtjes pa leje nuk peçoni dhe shumë a thellë hetimin? Nuk pajtona me këto që jo e jepni. Motivet kërkohen çdo herë, prokurori i shtetit në rastet e armbajtjeve pa leje, me sa kam njohuri se tash veç është në departamentin e përgjithshëm dhe si që dini nuk e kam di që diskutohet kjo se kisha mbarë edhe statistika në të gjitha rastet veprohet me ndalem të personit, motivet prokurori i shtetit e merr në pyetje personin, i kërkon motivet, po A ja merr telefonin? Nuk mi me thonë që ja merë se nuk ka raste, unë kur kam raste në krimet rana, ja marrë dhe telefonin, po... Në sa raste ja intervistoni antarët e familjes personit me armë? Antarët e familjes, ka raste nashta që intervistohen, po kur gjendet nuk është praktike zakonshme? Praktike zakonshme jo, se ju e dini që ligji i liron nga deklarimi, edhe nuk deklarohen. Jo nëse ti, nështë dojnë me dhonë. Edhe ki raste kur thot që e din antarët e familjes, edhe ata deklaruan që nuk e din. Ndëgjom, tash të dhënë shumë, kur ka nuk mundesh me veshti me deklaru diqka. Ju jeni hetus, me zbulu. Po, unë në veç veprime hetimore me zbulu. Asni motivet gjithmonë vetën për armbajtje pa leje pse e ka mbajt një armë me vete. Por nuk rastis në herë që, për shambull, krysi me thonë, e ku mbajt me vradigan ose... Normal që kërë spranon. Po, motivet na i kërkojnë atë gjithë. Në sa raste i keni zbulu motivet për tej mbajtjes armëve pa leje, në sa raste keni zbulu motivet tutje? E ndërume. Për rreth kësoj pyetje, u dosh paraprakisht me pasun si pyetje, për me mujt me marë statistika. Sa je që 8 vjet aty, a njef një rast që ka nis me e nxonë dikon me armbajtje pa leje, edhe manej është tjellu edhe ka dollë diçka tjetër, një rast. Po, për shembull, ke pas raste kur ka thonë, e kom mbajt për siguritë teme, se si kam për shembull raportet mirë me dikan, aty absolutisht abdin kena vepru, ka pas edhe raste ashtu. Po jam shumë raste të rrolla. Najherë e keni zbulu dikon që vetë është dikush që ka qeni përfshim dhumë për tej, veç akuzës për armbajtje pa leje. Jo si viktim, ta është shumë paraqet. Po, ka raste që ndërlidhen edhe armbajtja pa leje me veprat e tjera. Për shembull, personi i zinet arma, po ke pas edhe raste për shembull të dhuna në familje. Edhe çka ndodh në atë rast? Shkon me sa vepra që ashtu që parashet ligje në raste të tilla. Por, veç si motiv, nuk mundet me pas për shkak mungesës motivit, gjykata mos me dhonë dënimin e meritum. Se aty është dënimi i... Po ju e kërkoni vetë gjobën. Ju si prokurori, a bon me ditë sa shpesh ju parashtroni ankes ndaj vendimit me gjobë, në gjykatën e apelit, për shembull, sa shpesh ju bëni vendimin me gjobë? Çdo herë që si jem të kënaqur me vendimet e gjykatës, parashtrojnë ankesa. Mirë po nuk është se ajo dënueshmëria për këtë vepër penale parashihet,
Edhe sa deri në sa parashihet, nuk do me thonë që mungon motivi se ajo është armbajtje pa leje. Motivi saj është armbajtje pa leje. Nuk do me thonë që ka nëse nuk ka rrethana rënduse mjaftueshëm, pse me ta dhonë gjykatësi dënimin më të madh? Nëse nuk ka rrethana aty ku ka na i paraqesim. Rënduse? Aty ku ka rrethana rënduse, çdo herë i paraqesim. Po veç, pse avokatët po thojnë shumica janë me gjob, do me thonë, e keni kriju përshtypjen që prokuroria ja letoni ati që ka orë. Ja, s'është prokuroria. Prokuroria e ngrita këtë akuzën, prokuroria nuk Për çka e ngrita këtë nuk akuzën? është Për gjoba, për çka këtu dash me kanë pjesë edhe gjyqtarët edhe për këtë pjesë me pyet gjyqtarët rreth dënimeve. E ju sa i kërkoni, masi ju kemi juve? Po, në momentin që ti ngrita këtë akuzë, e kërkon dënueshmërinë e meritume si prokuror. Mirë, ju si prokurore a keni ndaj rast ku apeli e ka ashpërsu dënimin masi që keni bojë ju ankesë për dikon që në armbajtje. Pa le keni bojë ankesë edhe apeli ju ka nimu me ashpërsu dënimin. Jo, nuk kam rast që ka ashpërsu. Dhe që du jetë është shumë e rëndësime për me. Nuk po na interesojnë dënime. Sepse mujmë i pas 1000 raste të armbajtjeve pa leje dhe dënimi me gjobë është okej. Po na intereson që në raste të armbajtjeve pa leje mu gjetë motivi. Edhe mu gjurmu motivi deri në pikën e fundit dhe mu shterë të gjitha. Pse po e lipo motivin? Po e lipo motivin sepse në rastet kur dikush është në zonë me armë në qendër të Prishtinës, ka rrethana të cilët personi mund me qutë në dënim deri 25 vjet, sepse ka planifikuar terrorizëm ato. Na çdo po dështojna me identifiku. Po s'po menon që ashtu si ti, s'po menon prokurori. Serioziteti, unë po flas prej me menu na mujna me menu krejt, po me fakturë, me provu është problem. Po rastet të cilat na i lexojmë, i shohim gjykatë, i lexojmë gjykimet, i përcjellim çu janë hetu. Ka shumë zbrazësira në hetim të armbajtjes. Dhe këto duhet mund njëksi procedura. E di që kushton shumë, sepse shtetit i kushton shumë me i kry këto procedura, me angazhu hetues, me angazhu prokuror. Po kostaja në parandalim, nëse dikon e ke zonë me anë, dhe ja ke gjetë këtë rrethonat, edhe e marrë në burg, sepse ajo është saksisht kriminal që mund të qenë potencialisht me kry vepra, shpaguhet. Mirë, po du me ndigju visarin se s'la me folë dhe fund, po qysh peshe, qka është shkaku i që sa i dhunet të ngritun, brenda amarsit jemi të thonë statistikat janë si një vend luftës. Qka është shkaktari? Unë mendoj që ka shkaktar të ndryshëm këtë, sidomos në qoftë se i referohem 5 rasteve, secili rasti ka specifikën e vet, rasti i vushtrisë me tinejdjerët e ka një specifik të vetën, ndërsa rastin Stanov është prapë specifike vetja, me karakter mafioz mund ta quajmë vrasjen në Prishtinë atje mes grupeve të Spanjës, ose edhe vrasjen banditeske, se nuk mund është me thonë kriminale e grupit atje që i grabeten. Ata janë veç bandit thjeshtë, dhe kështu që... Po dhe banditi janë kriminal, edhe banditi është kriminal. Edhe është kriminal, po kriminal është kur të dënuat. Unë kam qenë pak më rezervu, deri sa të kem një vendim, mos dëgjojna në për studje televizive. Po, e qure shet që njeri ka gjujt me armë, po sigurisht. mujnave edhe me... Nëse i shohim të gjujt me armë, ka dalë, grabitjen, e shohim, publik, të gjujt me armë, na mos me qujt kriminala? Po kriminal janë, po janë veprime kriminale, në një herë se ai vendim... Jo, mëre, se ka monopolin veç gjykata me thirr dikon kriminal. Se ekziston në botë monopoli juj, edhe mediat mund me thirr. As studiot teme pas nuk e kisha thirr dikon kriminal derisa të vërtetohet. Jo, valla, nëse e shoh të gjujt, nëse unë e shoh të gjujt, është e incizume, të gjujt me armë publika, kriminal, çush po të më thon ati, dashamir. Okej. Ajo është 1% që përfshin vepër kriminale. Hajde vazhdojmë, mos mesim që shtu, veç neve nuk e ka monopolin vetëm gjykata, ta dish, kur kena t'inqizum, dikon, t'u gjujt me armë, mos na pa mundësoni me e thirë që shdojnë. Unë s'na pa mundësoni avokati Visa Reca, asnjë avokat. Ani. Unë të kalzoj që në studio, unë do të rezervujem edhe në publik, nuk do të rezervujem nga epitetet, ndaj persona. Ani veç, ju do të rezervoni na heq. Ju vazhdoni. Na që inqizojmë, jo studio, publiku që kur i nxojmë me kamera, janë kriminal. Ata që nxojmë me kamerë, tu gjujt, ose tu sulmu, janë kriminal, ata që i shohim kamerë. Po, so kjo që duhet me metën këta, veç njona thatë janë tinejdjer, tjetëri është grup mafioz. Grupi tjetër, prej 5? Jo, grup mafioz. Ndërsa tjetëri keme me motive tjera në Stanov që ende nuk i dim. Dua të them, motivet për vrasjet në pas luftës, motivet e vrasjeve në mes shqiptarëve, sipas mendimit tim, deri me tani 90% të rasteve janë motive banale. Ne. 2. Rastet isha përqendruar pak të vrasjet e tinejdjerëve si kryes të veprave penale.
90-95% arsye banale kanë shkruar lirisht. Vrasja e tinexherëve, pse gjithë ky vullnet i këtyre trive për me përfshin vepra penale të vrasjeve. Unë mendoj që këta i shtyn, kanë një motiv që i bjen deri në këtë nivel që ata fillimisht me pas armë, e pastaj edhe me kriju bindjen, edhe me pas edhe dëshirë për me përfshin vepra penale. Unë kryesisht ja kom lënë fajin edhe rrjeteve sociale, mirë po edhe atyre që shpërndahen në rrjetet sociale e ekskluzivisht tekstet dhe sputet e këngëtarëve të muzikës moderne. Seriozisht nuk i spot, çdo i dyti spot i një këngëtari e kiet me armë, edhe teksti është me armë. Unë e dal me nënshe, unë dal me dhjetëshe, unë nuk dal pa alti. Kështu që kjo është një stil i jetës që ju ka servuar këtyre trive, edhe ata janë të prirur, se edhe ne kemi qenë tri dhe janë të prirur me imitu artistat që e kanë pak si idhull, edhe këtu spute, këtu tekste janë e influencojnë të shumë rinin kosovare dhe ata menojnë që edhe jeta reale është që ashtu edhe e morrin dhe krijojnë edhe bindjen. Pastaj edhe janë edhe lutrat, video lujna që kanë qenë disa lujna konteri dhe PUBG. Ja, më shumë ma spjegura akcesi, kur ki qef mu të kështu, akcesi në armë. Pse është ka që letë? Akcesi në armë, pse është ka që letë? Tësoj për këtë akcesi në armë, këtu ka dështuar shteti i Republikës Kosovës në parandalimin e qarkullimit të armëve, jo sepse armët janë hyrë para lufte dhe gjatë luftës, kështu që na kemi problem me parandalimin e qarkullimin e armëve. Dhe këtu mendoj që nuk u bë mjaftueshëm në luftimin e personave që fillimisht bojnë kontrabandën dhe importimin e armëve. Pastaj kemi dështu, kujtoj edhe tek jo dënueshmëria, po publiciteti i dënimeve për kryerësit e vepra penale të armbajtjes, paleje dhe vrasjeve. Qëse publicitet? Po, nuk është interesant. Kodi penal ka para po edhe si dënim plotësues është atje që kur shqiptohet një dënim ndaj person ndaj meje për një vrasje, çat dënim me mas që të ndijojnë nga gazetë zyrtare, se ato se lexon kërkush atje gjykatës, po në secilin televizion, edhe me tregu publik se filan Fisteku që ka kryer veprën para 5 vjetë, sa do të dënon kaq, sepse harrohet. Qytetari harron këtu vrasje që ndodhen në mars, mas 5 muajve kanë mos be, edhe mas 5 vite pezon ka me orë vendimi përfundimtar i gjykatës, qytetarët e thjesht nuk e dinë më që kanë ndodhur ajo punë. E për me vedisu me një dënim të kryerësve të vepra penale, me vedisu qytetarin tjetër, të riun tjetër që mos me kry vepra penale, atë gjykimin mas 5 vjetë të plotësishëm mja publiku. Mja publiku me emër me mbiemër edhe me tregu pse filan Fisteku dënu 5 vjet për me parandalu. Përndryshe shkojnë në arrestu. Lanë jesin në përsyrtar gjykatave dhe të prokurorive. Çka do ishta me thonë edhe diçka. Unë mendoj që psoj për këtë trive atje, çaj është efekti kryesor që motivi shtytja kryesore që këta me luj jetën e gangsterit. Po veç, nëse tutësh që nëse nxinësh me armë, ki me hi në burg, tuta e runë malin. Po tuta e runë malin. Edhe mirë po kreshniku tha, thmi nuk o desht me kontrolu policia në shkollë se jenë tutë. Tuta, dëgjëm, fëmijët edhe të rritë, nuk po tutet për mësuesi, nuk po thamone me pas një frikë ekstreme. Nuk ki nevoj më tut prej mësuesit, nuk ki nevoj më tut për gjyqtarit, nuk ki nevoj më tut për prokurorit, po duhet më tut për ligjit. Një frikë duhet ta kemi. Sepse nuk mund të jetojmë në kësi forme pa pas frikë as ligjin, as prokurorin, as policin, as... Halit? Unë isha lidh këto që edhe unë nuk e përkrohi kontrolën ashtu për shkak se... Shkolla e ki fjallë. As në shkolla, as në rrugë. Policia duhet të udhëhiqet nga inteligjenca, duhet të ketë informata të veprojt e personat adekuat. Jo tash t'i aftësenojmë të drejtat shumicës, për shkak se dikush mënët me bo. Po më pëlqen që apo thu, po veç a është e mundën ti si njeri që në lekur tonë e ki provu, një kod gjatë hetus, a është e mundën, a është vështirë me kërku për policisë me pas inteligjencë për kush mon armë me një komunitet, për nëzonsit. A kena bol policë që jënë bol të menqëm, ti një ma mirë, që din me i detektu që të sene, pa pas nevoj me hinë kontrola? Për të menqëm, unë nuk dëshoj se i kanë kryu edhe testet mjekësore dhe se cili që është... As po folim për testet mjekësore, ato janë veç a je mirë kështu me... Saj përket kësaj, unë e thash, është vetëm një vizion në munges. Është vizioni për me
pa njerë faktor, prej çfarë faktorëve janë ka ndikojnë. Pse të rit e bojnë normën, ose disa vjetër që ka dhe janë të pjekur në bojnë normën. Faktorët Ana që është duhet ka për të ndikojnë. analiza le këtu, marr parasysh çfarë ambienti të dhënshëm pe shohin online, Po për atë që ky ambienti i dhënshëm, që është ambienti i dhënshëm që është ka ndodhur tash jashtë, është edhe ka mirret për shembull prej mediave sociale, prej shpërndarjeve të mirë, do të thonë pedim se po na ndodh. Po, edhe tash. E tash, a ka pas praktik na herë, a ka pas praktik policore me u vesh civil edhe me hin shkollë? Po, edhe ka dhe sot. Ka. Sot ka, çdo shkollë i ka policë të shkollës. Do me thonë, policë të stacionit që janë që mirën me shkollat për se... Sa është të ofru inteligencë që ajo? E po, kjo është problematika se sa është ka ofruar inteligencë, sepse nëse shkon deri te një shkollë, unë për atë fillimisht e paraqita që prej fëmijërisë. Nëse shkon te një shkollë, më shumë kemi gjetë persona që nuk janë në shkollë se që janë në shkollë, për shkak se ka dështu saj përket sigurisë në shkolla fillimisht. Shkollat në asnjë vend nuk mund me pas çështje gjithë personat kush don me pas çështje me një shkollë. Nëse personat të cilët nuk janë shkollë, nuk janë fare të asaj lagjës, edhe mund ta kenë çështjen brenda në shkollë, atëherë ata përveç që vet nuk janë të viju shkollë, ata ndikojnë edhe të nxënësat e tjerë se shohin fëmia Po ti supozon që njeri që son në shkollë o të e marr armën. Unë po të pyes për njerëz që janë çasaj shkolle. Po që janë, po për ata po them, ata që nuk janë në shkollë, ata mund të shkojnë me një armë. Fëmia që është në shkollë, kur të sheh një person, ai si fëmijë më shumë shkon ka e leta se ka e rana. Edhe kur të sheh i duket interesant. Për mos them tjera na kemi raste edhe që edhe politikanët kanë deklaruar se na gjujna me armë se i kemi adete. Edhe do me thonë gjithçka dëgjon fëmia, po bro. Gjithçka dëgjon fëmia, edhe në fund e kërkojmë si. Na nuk mujna me thonë që gjithmonë shkaku i dënimeve. Ka person që dënohet 10 vjet, mirë pa i kur del përsëri bën krim. Është çështja e rehabilitimit. Kush do të marrë me rehabilitimin e personave që shkojnë në vujtje e dënimit? Që ata persona duhet me pas, sa nuk kemi shkollat cilat krijojnë nxënësat që mund me pas një zanat. Tashmë burgjet në Kosovë e kanë mundësinë që më ia dhanë një zanat, dikon me rehabilitu me bo. Ndërsa te na kur del është e keqe me thonë po shumica ma kriminal dolën se që hyjnë. A bon veç zëni Idrizi, u përmend diçka, unë po du me ditë ju e thatë në fillim që keni bo kontrol në për shkolla. A o gjetë na i armë, policia ka bo, edhe po vjen keq që po du na me t'i shtru pyetjet e policisë, po i kemi thirë skanar. Për që ato po du prej jush me ditë a e një njoftu se në kontrolën e fundit a kanë gjetë armë kur kanë bo që si kontrol? Jo, nuk kanë gjetë armë në kontrolën e fundit, do me thonë në një kontrol të ma hershëm, dhe përmena që është raportu që është gjendë një thikë edhe një boks i hekurit, do me thonë kontrolën e fundit jo. Po unë deshta me ju qasë këti problemi pak, mendoj se kjo është problem shumë burimor. Nuk është problem një burimor, o shumë burimor. Do me thonë, përmeni avokati pak ma heret që edhe në 10 vjeçari dikur ka qenë ma i ri. Baza gjithë kësaj është investimin e edukim. është investimi në arsim. Nashta duket pak banale që e po përmeni, por preventiva është investimi në arsim. Sot, për shembull, ndoshta më mirë kish me qenë që me ndo ma shumë buxhet në edukimin fëmirin e hershme, se sa në arsimin universitar, që është fakultativ. Dhe sot me bo një analizë krahasuese, do me thonë, na kemi jashtëzakonisht numër të madh të këtyre grup moshave, se është baza e edukimit. Ani, veç dikush kish me thonë, është përgjësie juve komunës. Ju mas pari i keni fmit ka 3 orë në shkolla, ju as mësim gjithë ditor s'keni që me jashtik. Nuk e zgjedh mësimi gjithë ditor këto. Mirë, Këto zgjedh edukimin në fëmirin e hershme. Mirë dhe, ju komunat e keni përgjësi? Tash nuk i kena përgjësi komunat. A se keni që ato të Jo, nuk i kena. E këto të ma vënë që ma e bëni mirë? Jo, që ti ndaj edhe këto ti ndaj kush që ka përgjësi, se unë jam i gashëm me marrë çdo përgjësi që e kam edhe me thonë faju është imi. Po kur nuk është imi, imi cilën përgjësi për merë, mas ne i këshyrim që nësë. Përgjësin cilat i marë, one që ato dhe me thonë janë çështje që besoj që jemi tu i kry tamam si duhet. Cilat? Po unë deshta me e potencuar rastin. Shkolla jetu e kry. Apo dihet apo hin shkolla nxënës që s'janë shkolla çasaj shkolle? Jo. Sigurt, a? Brenda nuk hin. Jo.
Jo, shiko, nuk e kemi na se tash na si kur për e gjuj na kretë që ka ndodhë të nxënësat. Na po flasëm për grupë mosha që kur rriten, po janë nxënësa, po rriten do me thonë edhe na do të me eduku me ku. Pra na e përmena une edukimin bazik, sepse shumica, jo po gjitha venet e bejes, edhe venet e zhvillume e kanë të ndamë edukimin prej arsimimit. Të na dallon veç si term me një kuptim. Dhe me thonë, njënën e ki shqip, tjetërën e ki në anglisht. Dikush është me thonë në Angli po ki raste, ku hin edhe i vronë zonë si tjerë. Në Amerikë po ki raste. Ato janë raste. Ti po më folë për shembull për edukimin Kosovë, ku na kena ma pak budget. Nëse po i ndodhë vendeve përendimore. Që po e marrë edhe një shembull tjetër. Se na edhe ashtu kena kontaminue me energji negative, do me thonë shoqërinë. Hynë lexoj rrjetet sociale, hynë lexoj komentet në rrjetet sociale, dëgjoje gjuhën parlament që përdoret, dëgjoje gjuhën në për studio televizive, do me thonë të politikave, gjitha që to ndikojnë. Pra, unë për qëta thasho shumë burimore, nuk është një burimor, sepse unë nisë nga prej një parimi. Për me punu mirë, njeriu do të paraprakisht me mendu mirë. Dhe këtu tash po akumulohet që kjo krejt që kjo energji negative edhe zbrazet dikon. Unë edhe i qëndroj kësaj kështu fuqishëm, do me thonë, jam i bindur që edhe kjo ka bazë. Ka bazë. Nuk mund është të me lëshu televizorin, do me thonë, debatet televizive, nuk ka analizë, ka sharje, ka fyrje, ka urrejtje. A menoni që këta për i këqyrin që të debate politika? Unë e mos i këqyrin televizor heq. Mos i këqyrin, jo i këqyrin do gruposh amat më dha. Po qyshjo, politika, nonën tjetër edhe politika. 19 vjeçari se këshyr. Po edhe politika. Edhe prindi mundohet me marrë qatë edhe... E këshyrin edhe ato. Shiko, po gjithë shka ka pak, unë nuk përtham që i absorbon prej një burimit gjitha, po mjafton ka pak me marrë prej se cilave, edhe me bo një solucion tillët. Një solucion do me thonë që e kontaminon shoqërinë edhe mbushet me urrejtje. Më vjen keq, po unë e qyshisho, do me thonë, krejt kjo urrejtje, krejt kjo frustrim, do me thonë ka burim, që tu i ka burim, do me thonë që tu i informata. Unë e shoh një postim me qitë në rrjetet sociale. Shiko, të shohat presidenti i shtetit, të shohat kryeministri, të shohat deputetit, të shohat prokurorit, të shohat policit, të shohat... Nuk metet njeri pa u shohën këtë shoqëri. Veç që një lexoni komente, do me thonë, në rrjetet sociale. Kom bo një analizë thjesht, për mi 90% komenteve janë që nxisin në urrejtje. Edhe mos durim. Edhe mos durim. Prandaj ka. Do me thonë, nuk është kjo një burimore, me thonë pse e bartë e ajarme, e ka një gjenezë. Po une, nga perspektiva e edukimit, do është me dhonë këtë kahje, që do të me investue, që po thëjmë edhe komuna fajtore, edhe kryetari, krejt në regull është. Po investimin në edukim është një investim i qëndrueshëm në emancipimin e shoqërisë, me kuptu çka është mirë, çka është keq, sa do të me toleru, kur do të me reague. Këto jenë pështjellë në shoqërinë tonë, ka hub toleranca në ekstreme, nuk i tolerancë mes kolegëve, në një studio televizive dalin debat nuk i tolerancë mes tyre. Mirë, a ka bo komuna në analizën Këshillin Komunal për Siguri e kene, masi që ka ndodhë, çto vrasje më vështri, na ka dalë Këshilli Komunal me në analizë? Po, ka dalë me rekomandime, qatë analizë, rekomandime, na kemi dalë rekomandimi më i fuqishëm për mu ka qenë, nuk ka qenë kjo kontrolli nga ona e policisë, kjo është vetëm një element, rekomandimi më i fuqishëm ka qenë që me detyruar në një mënyrë ose një tjetër prindrit me bashkëpunu me mësimdhënës. Se na kemi rastet shumë, ta tash mundu me shku me marrë statistikat, kur ka takimet prindve, për shembull, mungojnë 70% prindve. Mungojnë, edhe prindi do të me marrë përgjegjësinë, na do të me thonë shumë qartë prindit. Fëmija nuk guxon me urrit si braktisën. E rekomandimi për rastin Stanac? A ka dalë në rekomandim aty? Nuk kemi rekomandim se shiko, ato janë çështje të hetusisë në sedime atra. Jo, Këshilli Komunal për Siguri e ka. A ka dalë me në rekomandim për asti rasti? Çka ka me dalë për rastin Stanac, kur nuk i dim as rrethonat, as motivin, kur gjusdim, është çështja do me thonë që merret prokuroria me ta. Nuk është çështje kryetarit. Për çka është Këshilli Komunal për Siguri? Kur të ndodhë diçka që shtot në komunën tonë analizat? E ka trajtu që atë rast, rekomandimi i Këshillit Komunal për Siguri ka qenë me marrë që ata fëmijë, do me thonë që kanë qenë prezent, me marrë Departamenti për Mirëqenie Sociale, me qute psikologu, se kanë dalë traumatizum edhe me ju ndihmu financiarisht asoj familje.
Do me thonë ka qenë e komunës, në tash nuk mundu me hynë në ato në shkaqet që ka ndodhë, se ato janë çështjet prokurorise, të hetusisë, nuk janë tonat ato. Nëse mu jeta, duhet me bëni ndamje të qartë. Vrasjet e cilat ndodhin për shkak të motiveve që avokati i quajti banale, të cilat janë për shkak të problemeve të komunitetit, kulturore etj. Dhe vrasjet për shkak të dominimit të krimit organizuar. Këto pjesën e vrasjeve për shkak që kemi kulturalisht, ka motivet familjare etj. Janë probleme të cilat zgjidhen me mekanizmat e butë, që po i thot kryetari, me edukim, me rritje të sensibilizimit etj. Për mua kjo edhe dedikon mundet mu zgjidh. Problemin e kemi të vrasjet për shkak të dominimit të grupeve kriminale në zonat caktuara. Dhe këto janë të na urrit. Neve janë të na urrit vrasjet të cilat janë qerem hesapësh midis grupeve kriminale, të cilat nën kuptojnë që ata janë të luftu për territor në këtë vend. Territor nën kupton edhe kafeteria ku rret. Por na kemi pas vrasje për shkak se njerëz janë kacafyt për shkak se unë rrin këtë kafe, ti s'rrin këtë kafe, dhe kjo nuk është për shkak të motiveve xhelozisë etj, por për shkak të dominimit të grupeve ose të bandave që i kemi në vendin tonë. Apo mundet tash ti prokuroria, apo më intereson, apo mundeni me i hetu qëto raste të dominimit të grupeve kriminale? Patjetër që prokuroria mirë me secilin rast specifik, edhe prokuror me përkushtime më të madh punojnë punën e tyre, mirë po kryesisht nuk janë raste me grupe kriminale, vrasjet. Në këtë rastin në Prishtinë, a ka qenë përfshim dikush që ka presedent kriminal? Në rastin e fundit. Po? Po, mirë po është herët për më folë për këtë rast, se mujmi të mëtu hetimet, prokuroria është vazhdimisht të marrë veprime hetimore në këtë drejtim. Mirë po, grupet, a mendoni ju që, do më dhona, keni raste që jeni të jetu që sa vite që punoni në Prishtinë, që ku ju ka ndalë që janë grupe kriminale të qërimit të hesapeve që shpo thot Krishniku? Mundet me pas në një rast, po, mundet me pas, mirë po, kryesisht janë kom vrasje për motive të ullta. Mos thamë individualisht si cilin rast, që nuk e kam personalisht edhe mi ditë motivet ashtu, konkretisht, po kryesisht janë kom vrasje që ka ndodhë qatë për qatë. Për shembull, edhe vitin e kalum ka pas vrasje të grupeve kriminale në Prishtinë. Çka ka ndërmarrë prokuroria me i shpërbaq të grupe që veç ka histori që janë gjujt me zveti? Ka histori, prokuroria është të marrë veprimet intensive në atë rast, është ndome të një prokuror tjetër, nuk e di, veç e di që vazhdimisht është të punu në rast. A jeni ju të kënaqur me kapacitetet e policisë edhe hetimet që po i kryjnë policia? Me thonë drejtën, policia punojnë vazhdimisht, punojnë me përkushtim shumë të madhë. Do më jeni të kënaqur me kapacitetet? Jena të kënaqur, por kushtet nuk i kanë. Shumë shpesh në ndodhë që nuk kanë kushte vetura, kushte elementare, kompjutera, qëtu i kemë ankesat kur na diçka kërkojna, shpesh ndodhë që i kanë këtu ankesa, kushte nuk kanë. E mënyrën që shta jeton një rast, a je i kënaqur me intervistimin, të dhonat, fakte që t'i bjen policia që t'i ofron, a je te e kënaqur? Më përgjithsi po, se i kërkoj, ato që e kërkoj edhe veprojnë, momentin që një prokuror është i pakënaqur me një hetus, e ka mundësin ligjore edhe me kërkun ndrimin e zyrtarit policor. Nëse më lejohet veç për hir të publikut, tek ne përdoret shumë për shembull si grupet organizume. Tek ne mund me pas shoqëri që rrinë mes veti, edhe mund ata me u kyç me ndaj konflikt apo diçka. Ndërsa te grupet e organizume do të më kanë grupet që kanë strukturë. E kanë strukturën organizative. Tek ne është problem që të gjejmë një grup
që ka strukturë organizative sipas hierarkisë, që hierarkinë që secili person e ka pozitën e vet që cillën punë me Por këta veç atë hogës, do grupet pa organizuar të UÇK-s pithojnë strukturë të organizuar. Për qasi gjykimi të hogës. Po tash për qasi gjykimi ata janë hoxha, domethënë të jashtëm e të profesional. Te nas po mu ishin me ide. Po për që janë të jashtëm nuk do të thonë që janë profesional. Sepse në bazë të asaj ata çka po i dëgjojnë, mu pagu po ju pagu edhe të na kur ju kanë disa të jashtëm ju pagu shumë. Mirë po sa i përket kësaj. Te grupi strukturum, nuk po them që nuk mund me ekzistu asnjë grup. Mirë po, tek ne ende nuk ka ndoj provë, ndonjë bazë që është gjetë grupi strukturum. I kemi raste tash të vrasjeve që kanë ndodhur më hershme në Shqipëri, që janë grupet e strukturume edhe secili që ka pas pozitën për çka me vepru, ndërsa tek ne nuk kemi. Jo një grup shoqëror që është krimi organizuar veç nëse 3 veta mirën vesh me bëni vrasje, është krimi organizuar, jo? Jo. Ai është grupi. 3 a më shumë është grup, po për shembull bëjmë grup se 3 veta nëse dalin me rrej dikën, prokuroria ka njerë që na nuk jem pajtimit mund me që grup i personave janë dalë për shembull me rrej, se është 3 më shumë. Mirë po grupet do të më kanë strukturume edhe me pas hierarki. Deri tash, a kemi në historinë e pas luftës të Kosovës me u dënu një grup për krim të organizuar? Në historinë e pas luftës. Unë për veti nuk e di, nuk kam dëgju, po të them kështu sinqerisht nuk kam dëgju që është dënu ndoshta edhe po. Ka grupe të cilat dënuan për krim të organizuar, për shembull për trafikim me qenie njerëzore, për trafikim drogës, për organizim prostitucionit, për që besoj korrupsion kemi akuza për krim të organizuar, po problemi është që në shumicën e rasteve njerëzit ndiqen individualisht, jo si pjesë e grupit. Dhe vizioni për me e përfshi si pjesë e grupit këto mendoj që ende nuk është zhvilluar si potencial. E para, e dyta, në vendin tonë mungon një analizë e qartë e strukturës kriminale të vendit tonë. Pra, targeti, ose ajo harta e cila është dashur me qenë në murin e secilit polici hetues është që mu zhvillu struktura në bazë të inteligjencës. Na po lypëm strukturën në bazë të aktgjykimeve të gjykatës. Këshne këta tjerë të thonë, s'ka strukturë kriminale që shpo thuti? Nuk mundet, nuk mundet me ndodhë krejt kjo evazion fiskal në Kosovë, krejt kjo shpërlamje pare në Kosovë, krejt të ndërtime, krejto elementet të grupeve kriminale, e mos me pas një strukturë, pra se nuk mund me operu vetë. Nuk mund është me pru drogë prej Kolumbisë në Kosovë, e ajo më shqit në Prishtinë, po pakon një pjesë e një grupi. Sepse droga nuk vjen vetë. Një kil drogë nuk mund është me pru, pakon pjesë e një grupi. Sepse ata të bojnë pjesë grupit kur të besojnë me ta shqit drogën, dhe ti e pjesë ati grupit. Tash, që të mungon qaj vizioni për me pa se a është krimi të u kry si pjesë e një grupi të organizuar, të cilët po dojnë me marë. Veç të grupi, Kreshnik, veç diçka, të grupi nuk ka, unë e bi edhe jashtë këti, të grupi na e bim krejt. Edhe se cili prej që asaj fitimit, kina me nda fitimin, apo nëse unë e bi prej një venet këto, unë jëmë trektoru në shes. Po. Edhe tani ata blenë gjithë me, po unë nuk e këm detyrën prej tyre. Edhe më përqendru në inteligjencë. Inteligjenca duhet, do me thonë, të këtën qytetari. Kjo puna inteligjencës është që policia me marrë informata, ta bëjë një pyetje, sa po është i gatshëm qytetari i Kosovës me bashkëpunu me policinë e Kosovës, kam punu policitë e Kosovës, ka qenë niveli i ulët i bashkëpunimit, sepse alo konsiderojnë njerëzit që me tregu diçka një dukuri negative të këjshisë, është shpionazh. Valla, na në kalzës, ku kena problem. Kena renin të na prit kjo, po është me kalzu për korrupsion. Ka obligim policia. Policia nuk mundet me thonë që nuk na kanë dhënë informata, do të me gjetë metodën që shme jamor informata. Është çështje besimit, apo i besojnë njerëzia policisë Kosovës që e një krimin, apo besojnë që ata unë besoj që më shumë i besojnë qytetarët policisë se sa gjykatës. Është interesant edhe. Ja, s'po vesim ma policisë a gjykatës. A i besojnë? I besojnë. Cilës do? I besojnë mos ma zgjedh një shumë të keqe e me bo mu do policinë. Nuk është shumë e keqe, edhe pse, se dështa me ta shpjegu dhe pse. Shumë njerëz gjatë hetimeve që kena bo, gjatë punës që kena bo, kena tentu me marë si në deklarat që me na dëshmu për rastin, apo kupton se u deshke me kompletu një rast. Ose ju pithuni aty në gjykata vallajnë e keqe se na po listë mirë, që shtu pithuni kolve. Jo, vazhdimisht i thuni, na e kena marë pyetje, gjykata ta lëshoj. Dëgjoj, ne problem të tregoj çka po du me thonë. Jena përpjek me mbledh dëshmitar okular. Thot isha ardhur policë, thot po nuk po moj se tani po mbledh edhe në gjykatë. Edhe beso që e lidh gjykata.
besoj në rastin Steta 7 vjet kam përfaqësuar në rastin Steta. Vishin dëshmitar 5 herë kanë ardhur, s'ke kushte ecë. Apo kuptoni? Po veç duhet me kuptu këtë element që mi kuptu, po ti je punë, ai është në punë, dëshmia është obligim, edhe ai është i gatshëm me dëshmu ty, nëse i merr 20 minuta, po ju më marr ti 20 ditë. Se kjo është, unë po mendoj se është logjik e gabuar me qytetarit. Dëshmia është obligim qytetar dhe në rast se nuk dëshmon, duhet mu njek penalisht. E dyta, nëse i kalos gjykata, e kanë të drejtën e kompenzimit dhe marrin kompenzim për ditë që i kanë humbur atje për me qenë dëshmitar. E treta, po muj me marr, nuk i kërku gjykatës, gjykata ju jep atë opsion edhe ata muj me lyp me ditje për kohën që kanë shkuar. Ajo s'është kohë këshnek, kashi. Për mua është problemi ai bën ai me shkuar me nejt me mush formulare, me mush kërkesa, edhe ai aprovohet as aprovohet. Nëse ai dëshmitar aprovohet thotë po ta paguajmë biletën, sa ka kushtuar pe verizojmë në Prishtinë. Po nëse ai dëshmitar është lodh. Unë mendoj se duhet na më kthy te tema ku na hap të vrasje. Që të vrasje për djem 3 dhe vajza 3 beson se burimin e kanë veç të muzika, veç të influencimi i muzikës, veç të nuk muna me thonë të muzika kur ti ki përballet të grupeve kriminale të cilët janë përlesh ma herët dhe po përleshën për hapësira. Nuk muna me lënë faj muzikës. Këta njerëz nuk janë kriminal të zakonshëm, janë milioner, janë ndërtues, janë biznesmen, janë njerëz që vozisin Range Rovera, nuk janë konfliktet në Prishtinë për shkak të TikTokut. Keni parasysh to po e them me shumë kompetencë për shkak se ja u di strukturën njerëzve të cilët janë përfshirë. Unë kam hollë të rinia se këto janë grupe të cilat nuk janë marr as me koncerte muzikore, janë marr të kohën i njohur në Prishtinë që janë marr me punë jo të mira. Kam background kriminal. Pra nuk mujna me injoru problemin që kemi përballje të bandave kriminale në shtetin tonë. Kemi vrasje me pagesë, kemi vrasje të cilat kanë motive kriminale, kemi qërim të hesapeve për teritoret caktume. Dhe pse na ndodh kjo? Kjo na ndodh për shkak se kemi një shtet i cili nuk është të analizu komplet strukturën e krimit, edhe kemi një shtet i cili e kalon ato i cili duhet me kry punën e vet me një allti. Kur gjë tjetër. Polici i Kosovës në teren është personi më i rrezikuar. Për shkak se në botën digjitale, kur ti me një telefon mund me pas secilën informacion, polici i Kosovës duhet m'ia marr secilën dhomë me dorë personit. Nuk mundet me marr informacion kanë ashtu e nal, nuk mund të pranu informacion inteligjent, nuk kanë kompjuter në kerr, nuk kanë pajisje teknologjike me anë kerrët, nuk punojnë bazuar në inteligjencë. Po është polici më i papajisur për me kry punën e vet. Njerëzit i besojnë sepse për fat mirë, hala vazhdojnë me pas ndershmërinë policinë e Kosovës. Edhe në institucione tjera, edhe në prokurori dhe në gjykatë. Pra nuk i kemi qysh kanë qenë në Shqipëni që ordash krejt sistemi murdzu, me ardhë përgjimet e jashtme për mi qu krejt në burg e mi pru do të ri. Na kemi integritet në institucione. Pajisja, teknologjia, mundësit janë zero. Mundësit janë zero për shkak se shteti nuk ka investu. Për shkak se shteti është tu dështu, qeveria është tu dështu me investu. Nuk ka asnjë plan konkret për reformë policisë të Kosovës, për pajisjet policisë të Kosovës. Këtë që ka na është shit në qëto 4 vjetë të fundit është, po shtim policë në punë. Më falë, është sukses me marrë djemë 3-18 vjetë me shtim punë, e me talëshu punën hetus, me përvoj trajnum në Guardia di Financia, edhe me hec mu bë avokat? Kjo nuk është sukses. Fakti që policia e Kosovës nuk ju garanton karrierë profesionale, profesionistëve të trajnum për cilët i kemi harxhu mijëra euro për mi zhvillu, kjo është dështim i shtetit. Na nuk mujna mu krenu pse kena marrë policë 3. Fakti që polici i Kosovës nuk e ka asnjë pajisje tjetër përpos armës me vetin teren, kjo është dështim total. Imagjinoni hala polici i Kosovës do të me dalë në diell 50 gradë mi nxon njerëz me radar. Në asnjë vend botës moderne kjo nuk ndodh më. Në autostradë me rreziku vetëm. Pse se shteti jo nuk i blen do radar që kushtojnë më pak se 100.000 euro elektronik. Sa në më thjesht. Aja do në çështje tjetër. Imagjinoni, a dini sa pak informacion ka polici i Kosovës kur e nal një vetur. E nal për tiket trafikut e ai na është narkotrafikanti më i madh. Na ka ndodh polici i trafikut me nal njërin që i ka pas 20 kg drogë mbrana. E ka nal, ja ka marr tiketën, ja ka marr shënimet, edhe ka hec. Tash është një farë punë shumë e thjeshtë këtu. Çfarë rreziku ka ai person që i ka 20 kg drogë? Ai të vran. Sa nuk e din, ai ka nol polici për droga, ai ka nol për lejet të tjera. Mungesë të saj strukture, që e pajis policin me informata inteligjente, na dështojnë. Tash, edhe hetimi i krimit organizuar. Por na nuk mundna me e amnestu veten, skemi.
Ose me thonë s'ka veç pse po e perceptojmë. Jo, do të me konstatu, nuk ka hetim. Pse? Sepse, ku kemi dasht me gjithë strukturën, e kemi gjithë sakt. Merr një gjykimet e rasteve të terrorizmit. Se cila e përshkruan qartë, çka është motivi. Interesant që po kur kemi dasht, defino ma qëta që këtu kur kemi dasht me hime bu hetime profesionale, me gjithë këtë motivet, me gjithë këtë shkaktarët, me gjithë këtë provat, o kry hetime. E pse spjego ma s'podojmë? Këto tjera s'podojmë? Se gjithmonë del tani një veks. Dikur që një dikon? Del një veks atje, lidhët tash. Me bo me hetu një grup drogës për drogë mirë dhe në fund, na del që dikun i kanë lënë parët. I kanë lë parët? I kanë lë parët, po. Lë. Kur të lënë parët, tash du të me shku me sekonstru një pasuni. Ose nëse hetojmë një trafikim me qenë njerëzore, du të prapë me shku me bo këtë punë. Ose nëse e shohim tash një rast i cili na ka ndodhur një plagosje në Prishtinë ose një vrasje, këta njerëz janë të përfshirë me tregun e ndërtimeve. Na del një veks e ti the prokuroria me integritet. Policia me integritet, ku pjanin policisë e prokurorisë për vegzën, masi jënë me integritet. Që ende kemi njerëz me integritet në të institucione. A jënë me integritet? E pse pi del vegza e për nolën? Nuk me thonë për gjithë. Jo, atër s'ka integritet. Nuk me thonë, për shkak se unë kom bu hulumtimet që i kanë identifiku gati 200 policë përfshim sa në jo të mira. 200 gjyqtare, 20 gjyqtare prokuror. Edhe vazhdojnë me punu sot ape? Jo, një pjesë e madhe për tyne nuk jam në punë, fatmirësisht. A bërë veç me pyet, e ke qelë një temë të hartëzimin e grupeve kriminale, që e qeli Krishniku, a ekziston prokurorin e Prishtinës krimeve të rënda, emrin e keni hetimet për krime të rënda, krimi ma i rëndë që u përmend që tavolin është grupet kriminale të hartëzume kush është qka. A ekziston prokurorin e Kosovës? Detaje s'po du, po a ekziston hartëzimi i grupeve kriminale në Prishtinë? Besoj që ekziston. Nëse ka grupe të tilla, besoj që i kanë hartizu, po nuk është... Prishtinë po flasim, se Prishtinë o veni me ma shumë pare edhe ma shumë kriminal, si rezultat edhe populat ma shumë. A e dini ju që ekziston, apo nuk e keni pa që të hartëzim të grupeve kriminale, dikon? Unë personalisht nuk e kom pa, po besoj që në çdo rast nuk mungon hetimi mirëfillt. Nalu, a keni kolegjume me prokuror tjerë? Po. E në qëto kolegjume, a i ndani idet që ekzistojnë grupe kriminale në herë? Me zveti, që me bo lidhjen? Ndajna, na gjdo që e shumë parasysh që është rëndësishme ndajna, mi, po kena dhe rastet të tjera individuale që nuk mujna edhe me kolegë mi nda. Mirë, veç në qëto kolegjume, nuk o përmen kur hartëzimi i grupeve kriminale që ekzistojnë në Prishtinë? Kur së përmen? Nështë ka pas momente edhe kur është përmend, por tash në këtë moment nuk po më kujtohet, edhe në një rast që me thonë në qitë kolegjium ose në qitë rast të përmend. Ati ku e kemi problemi jetë? Koncepti momental i prokurisë shtetit është që krimin me shku të ndonë sa ma shumë raste. Jo të e bashku me një strukturë të unifikume, kisha me thonë. Pra, ajo që ka ndodhë në konceptin modern të prokurisë, është që nëse unë e kam një rast të vjedhjes, po e kam edhe një rast të drogës, edhe një rast të dhunës në familje, edhe një rast tjetër, lanë du të me shku të u bashku, për shkak se du të më ndërtu profili jam, është i njëjti person, ose njerëzit që janë të tash. Qëto është gabimi që në e bon prokuria jonë. I ndonë rastet në copa. Nxinet njëri për korrupsion, i nxinet edhe një armë, shkon për armbajtje pa leje atje, për korrupsion hetohet në tjetër ka. Nxinet personi në një rast të trafikimit me qenë njerëzore sot, nxinet edhe mas 2 vjet apo të njëjtë, rastet shkojnë të ndonë. Po rasti i cili është në zonë para 2 vite, ai mund veç me qenë i përfundum. Nuk mund të më bashku në atë periudhë kohore kur të nxinet pas 2 vite. Se veç është i përfundu. Qëtu themelohet që ajo harta që nuk Jo çdo herë ndohen rastet, jo çdo herë ndohen rastet, kryesisht rastet kur kanë vepra më shumë penale, që i takon një departamentit krimeve të rënda njëra ndër veprat, departamenti krimeve të rënda vazhdon edhe me vepra tjera. Nuk do me thonë çdo herë ndohen. A e keni lidh në herë krimet e rënda, krim të organizuar me dhunë familje, për shembull? Krimi organizum nuk është krimi organizum nuk është kompetence prokurisë themelore Prishtinë.
është kompetencë. Mirë, veç bashkë po më intereson dhunën familja e keni lidh me diçka tjetër, se personi i njëjtë ka pas armë jashtë, armbajtje, dhunë familje, ka pas... Ka pas raste me 3 vepra, me 5 vepra, e keni lidh, ka kalu. Po. Nuk qërni ju mi ndaqi me e pas mahleta i person. Ja, kryesisht për raste të jashtë në familje, unë e kuptoj. Ne përshtypje edhe Akreshniku. Unë po du një përshtypje pak ma dzez që e thoi njerëz për drejtsinë e Kosovës, që nëse ki pare, i pagun prokurort me t'i nda rastet që me e pas sa ma letë. Jo, kjo është shumë e ranë që i të thonë, kjo nuk qëndran, nuk është e vërtet. Kjo është shumë e ranë cilën ma the. Nëse ju keni informacione që një prokuror paska. Jo, disa prokuror. Nëse disa prokuror paska. Kemi që informacionet filmume. Ju duni me dhonë informacionet edhe dijet vendi ku është, kjo nuk qëndran. Puna bohet me shumë përkushtem, me punë shumë e madhe, punë jashtëzakonisht e përkushtume. Ka raste mos ta mund personalisht ku pasë raste, kur ka pasë dhunë familje, edhe ka pasë armbajtje paleje, edhe ka pasë kemi imbasise, kemi qetë armë, ka pasë kanosje, ka pasë ato, kretë kanë shku bashkë. Që është që për shemull, po vrohen njerës përshohin, po vrohen vit mas viti, bandat në Prishtinë, ju, po më thu, s'keni struktura që i qitni si në filma, që i qitni venin kush o kush, masa vjetëve s'keni një tabel ku i qëtë një kush o kush, e na krejt Prishtina pishohim. Ja, ndëgjam, nuk do me thonë që se ka prokuroria. Ja, do me thonë se ti forës në që se ka. Në kolegjiume the se kena. Ja, veç mos të kesh kuptojna. Kena dasht me prokurorët, cilët e kanë rastet e tila, normal që e kanë. E trajtojnë rastin, edhe normal që e kanë. Edhe i kanë identifiku. Na qytetarët po bojmë bisedan, familje për qëtë punë. Po ty po të lejohet me thonë edhe në këtu prokurorët po marrin për mi kry rastet. Po, ty po të lejohet me thonë. Jeta tha, egzista një përshtypje, kemi të sak, një përshtypje, e cila unë mëj me thonë që ka mbështetje. Shkak se nëse kemi pas një ish krye prokuror të filmum, të folë për pare, për publiku ka me kriju këtë përshtypje. Pra, une po vazhdoj me insistu në ato që na po flasim për prokuror me integritet që i kemi në prokurin e shtetit. Dhe po e pranojmë publikisht që ka prokuror me integritet në sistem tonin, se të janë të gatshëm për me luftu krimin edhe me trajtu. Problemin e kemi të mungesa e qasjes strategjike për me i shkatru grupet kriminale të cilat operojnë venin tonë. Pra, nëse na po flasim që pas kemi një rjetë kriminal në Spanjë, të cilët merren me dukuri negative, atje merren me vjedhje, merren me probleme tjera. Cila është strategjia për me siguru prova që ata njerëz janë të u marrë me krim të organizuar edhe në Kosovë, ose cila është strategjia që na e njekim për mi targetu që ata njerëz. Na nuk e kena hartën. Këto që jam të folën. Prokuria e shtetit në Kosovë nuk e ka hartën e rjetëve kriminale shqiptare edhe në Evropë. Që me ditë, që kur të qelë librën, e ka arrestu Kreshnikun, po Kreshniku është i portretizum si personi cili merret me drogë në Berlin. E ka një gjykim që atje. E ka një vendim tjetër. Ose e kemi është pjesëtari familjes Gashi. Familja Gashi i ka një 20 vetë të dënuar për çdo vepër penale dhe potencialisht, s'po them që është, potencialisht ky mund të më kon pjesë e tyre. Që kjo është strategji, domthonë mafia, krimi i organizuar luftohet tu e njek se cilën personi cili mund të me pas lidhje me ta. Pra, këtu du të me kuptu që edhe ai cili është veç bartësi i një sasi e drogës, është pjesë e një grupi më të madh. Ose hetohet amo nga karrika jote, po menoj që po flet ma letë. Jo, unë po flasë për çka është të bo spakun po na publikisht nuk dalu me thonë jena të e bo ato këto si cilin veprim, se na e dëmtojnë edhe hetimin. Unë nuk po flasë për çka ju folni publikisht, unë po flasë për çka shoh në dokumentet zyrtare të cilat i prodhoni prej hetimeve të cilat i bani. Dhe ju çdo gjë që e bënin hetime, ju e qetin akt akuzë ose në akt vendimet për mbylljen e hetimeve. Dhe unë po flasë për analizës të këtyre dokumenteve. Pra që kallëzon çdo veprim prokurorit që ne ka marrë. Nuk po flasë që ju po thunin publik. Pra, analiza jam është e bazuar në dokumentet zyrtare. Jo në ato që ka prokurori guxon me nxjerrë. Nuk është mirë me umshef, na nuk i kena qitë krejt sanat. Çdo san ju e qetin në fund të ditës, në akt vendimin ose në akt akuzë, çdo veprim që e keni marrë. Kemi 3 minuta dhe në fund, Halet. Faleminderit, unë veç shumë deshta me thonë. Sa i përket
njerëzve që qysh flasin, e dim edhe ne sepse jetojmë qëto edhe, nuk është e drejt me fol sepse nuk është ashtu siç flitet në sheshet tona. Për shembull se dikush nuk mirret fare me atë punë, ndërsa e gjykon punën e prokurorisë, policisë, gjykatave dhe e ka Edhe për shembull krejt e ka një profesion. Ishe 10 vrasje në mars? Jo, vetë çto desh ta më lidh. Jo, se njëri pishe 10 vrasje. Nuk pedin çka po du me folun, veç lejmë se atë dashta me do. Tash njerëzit kur të flasin ashtu flasin për një kondit që nuk e din fare. Edhe flasin thot prokuroria e korruptuar apo gjykata apo diçka. Nuk ndërsa tjetra nëse thonë unë jam i pajtimit që institucionet tona nga pas lufta nuk kanë pas vizion për qëllimet e veta për çka janë të ndërtume, të krijume. Për shembull, e marrëm policinë, sa ka një drejtor është ndrru struktura. Madje janë ndrruar edhe trajnimet, koncepti komplet koncepti. Po besoj që për në prokurori nuk kam punu, po besoj që edhe në prokurori shkon, edhe në gjykata shkon e njëjta metodë, sepse institucionet nuk e krijojnë një koncept që ku kanë me arrit. Kush do që të është aty, ai duhet me arrit atë koncept, edhe jo me ndryshu rrugës. Mund me ndryshu apo me ardhë teknologjia apo diçka që mundet me fut aty, ndërsa nuk mund është konceptin me ndryshu. Do të bëhet një strukturë, një koncept edhe ato me ndjek. Ka në scenari thonë s'kan pas guximbre, tutën me bo zbatimin e ligjit që është duhet. Po, nëse është një koncept. Edhe institucionet tutën, edhe me zispresin politika me i kallëzu najsen, se vetë s'dojnë me bo punë. Nëse është një koncept, i cili duhet të arrijet, ai që tutet, ai dihet kush po tutet edhe ai eliminohet. Hiqet. Ati funksioni. Ndërsa të interesu me marr rrogë. Unë nuk po them, jo, te na është prej fillimit të shtortët e gjeta një vend punës ose pe marr një rrogë edhe çfarë. Po për ata po them se koncepti si koncept do të jetë një koncept i qartë që ku duhet me arrit edhe me fillu ato. Jo me ndryshu rrugën. Veç po du me dhonë një element. Kemi marrë këtë debatët zgjedhore. Edhe fatkeqësisht pe asnjë partije politike ti nuk ke pa strategji dhe vizion që rregullohet sistemi. Pra të gjitha kanë manipulu me opinionin, duke ju premtuar që do t'i ndreqin do kabla, ka me bleni kompjuter, ka me rrit një pagë. Sistemi i sigurisë në Kosovë dhe sistemi gjyqësor në Kosovë ka nevojë për reformë rrënjësore dhe qasje të mirë strategjike. Me vendos prokurorin karrikën e vet, hetusin karrikën e vet, sistemin me vendos mënyrën që duhet ai. Dhe nëse na tu marr me mbylljen e birave, që aty në hap gjatë kohës, na nuk kena me mujt me trajtu sistemi, se sistemit kanë mi hap shumë vrimë dhe është problem. Qasja dhe vizioni duhet me qenë shumë i qartë, po dojmë me luftu krimin të e godit në kokë. Krimi nuk luftohet me i bishtit. Për me luftu krimin në kokë, duhet mi pas resurse, duhet mi pas bugjetin, duhet mi pas mjetet, duhet mi pas pajisjet. A i kemi, nuk i kemi. Çka është pasoja? Krimi organizuar të hedhë vallë në Kosovë, pa asnjë problem, jena pjesë e thjesht që na bot target edhe i rrjeteve të Shqipërisë, edhe i rrjeteve të Malit Zi, edhe i rrjeteve të Maqedonisë, për fund, Visara po menon që krimi është të hedhë vallë? Unë prapë nuk pajtuar plotësisht me Gashin, sepse marrëm Prishtinën gjatë gjithë emisionit me të organizuar grupet kriminale. Unë mendoj që në Prishtinë kemi do familje problematike edhe që kanë bon problem prej para lufte, gjatë lufte, mas lufte. Po, e janë kriminale? Jo, ato krijojnë veprime kriminale, por nuk mund të thojmë organizatë kriminale, se kupton e mirë drejt qartë organizata kriminale. Nuk mundesh me çujt dikant organizatë kriminale, grup kriminal e shefi Zibidi, si ka 2 euro. M'falni. Lexojnë gash lexojnë mirë konceptin për krimin. Na pishoj me Range Rovera valla. Na pishoj me Range Rovera gjithë kam Prishtinë. Çfarë strukture ka ai ato? A janë të strukturuar? A kush është shefi, kush janë anëtar, kush janë pionat? Nëse mrrihet një grup me i dhonë fajde 1.5 milion euro në një qytet vogël, këtu nuk po flasim për individ. Meqenëse se jena në fund, unë mendoj që jena ardhur me fut për shtyvrasjet e fundit. Unë shpresoj që të jenë të fundit këto raste, edhe pse nuk mund të jenë, sepse gjithë kanë pas kësi raste të tilla, po shpresoj që të jetë numri në rrobje. 1, 2. Meqenëse unë mendoj prapse efekti deri sidomos për rini ka ardhur nga personat
që kanë influencë madhe, që janë këngëtarë, kryesisht muzikës moderne, I kisha ftu ata publikisht që me dalë në ato rrjetet e veta TikTok-ut, me bëka një video sensibilizuese edhe me auque audiencës dhe vetëm ma shumë janë ndryshon menën dhe rinis. Po flas me emën, për shembull, në qoftë se e lëshoni video do ngjuni se sa unë edhe ti në studion. Kot mula mi shit video në atina që është ulçu parë mbastore dhe të fitu kanë një herë në ditë ose të çu fajtë për madhe të rinia. Duhet të marrin hapin e parë. Faleminderit. Studio televizive, siç tha, debatet publike nuk po I shikojnë rinia, meqense rinia janë fokusuar në TikTok edhe po influencuar nga këta këngëtarë, këta artista, ju ljos që këta artistat Mirë, une si avokat, po ju falenderoj që kontriboni në debat, jeni profesion që nuk lidhët drejt për drejt, megjithatë me ekspertizën e ju, falenderit edhe ju prokurore që erdhët sot, gjetët kohë për kundër faktit që vonë keni pas tesën, shumë falenderoj edhe kryetarin e Komunës Vështrish, shpresoj që s'keni ngjarje të tilla të ndodh po e kryjmë ne këtë debat ku diskutum për shumë probleme që I kanë institucionet e vendit, po në trajtimin e dhunës edhe të sigurisë publike. Por, shumë prej jush, mundeni, mas kësaj që keni thonë këto, me kriju farë përshtypje që shteti nuk funksionon edhe nuk arrin me ju mbrojt. Mos e krijoni këtë përshtypje. Kjo nuk është e sakt edhe nuk po du me ju lanë, me menu që shtu në fund të këtij emisioni. Në secilën situatë, ju duhet me raportu edhe me kërku ndihmën e institucioneve drejtësisë. Vazhdoni me na shkruan kallzo.com, deri në emisionin e radhës. Mirëmbëjtje, natën e mirë.